Mirë se erdhët në Ma Shqip. Sot po vazhdojmë episodin e 25 këtij rrugtimi nga studiot të Ma Shqipit direkt nga Bostoni. Duke falenderuar gjithëve që na ndiqni, keni bërë subscribe të kanalit dhe na keni shkruar, komentuar dhe sugjeruar për tema të caktuar. Episodin e radhës përsëri e kemi ndërtuar mbi bazën e aktualitetit historik në Shqipëri, pasi për 27 ditë qytetarët e shumtë në numër protestojnë çdo pasdite në bulevardin Dëshmorët e Kombit, para kryeministrisë, institucioneve të tjera qeveritare, me sloganin tashmë të njohur Rama në burg, Berisha në burg. Veç këtij slogani tashmë jemi edhe më të qartë se çfarë duan protestuesit e shumtë në rrugët e Tiranës. Ata, organizatorët, kanë dalë një zëri dhe kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe të qeverisë së tij. Ata kërkojnë gjithashtu krijimin e një qeverie tranzitore, jo partijake, me mandat një vjeçar. Kërkesat e tjera janë ndryshimet kushtetuese përmes referendumit popullor, përfshirë kufizimin e ushtrimit detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate. Një pikë mjaft e rëndësishme e protestave është edhe ndryshimi i kodit zgjedhor, ndryshimi i ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, anulimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe ligjin për trashëgiminë kulturore, si dhe shfuqizimin e statusit për investimet strategjike dhe i ligjit të njohur si paketa e maleve. E në fund jo më pak të rëndësishme, protestuesit kërkojnë edhe artimin e një kontrate të re sociale mes qytetarëve dhe shtetit. Kjo pas konsultimeve me intelektual, ekspert, teknik dhe qytetar jo partijak, të propozuar nga sheshi i protestës. E këto kërkesa, organizatorët e protestës ja besuan për të lexuar ish pilotit të forcave ajrore Dritan Goxhaj, i cili mban me krenari edhe statusin e veteranit të ushtrisë shlimtare të Kosovës. Dhe është një zë i rëndësishëm i debateve politike në vend për çështjet e sigurie dhe ato gjeopolitike rajonale apo botërore. Por pikërisht leximi i këtyre kërkesave të protestuesve nga Goxhaj solli edhe një furtunë të madhe mediatike e sulme ndaj tij nga rrjetet sociale, duke filluar nga vetë kryeministri Edi Rama, ministra, drejtor, patronazhist e servil të pushtetit. Pra, kryeministri nuk merret të flasë për kërkesat e parashtruar nga organizatorët e protestës, por vazhdon të sulmojë bashkë me shpurën e tij Dritan Goxhaj, me etiketime deri edhe më banale si pro-iranian, pro-Hezbollah, anti-amerikan, antisemitist, e deri duke hedhur poshtë statusin e tij të veteranit të UÇK-s, të cilën e ka marrë nga merita dhe jo nga politika. Nuk është hera e parë që kjo qeveri nuk merret me thelbin, por tenton me propagandën e saj të devijojë vëmendjen, duke u marrë me personin, të kaluarën e çdo gjë që ka bërë në jetën e tij, me faktin e vetëm për të ulur besueshmërinë dhe denigruar publikisht. E kjo po ndodh edhe me Dritan Goxhajn, që makineria e propagandës qeveritare ka angazhuar çdo qelistë të saj në Shqipëri, por fatkeqësisht edhe në Kosovë me matrapas, delirant, mediatik, të cilët prezantojnë shkresa e letra të sajuara, po si që thonë populli në Shqipëri, letra bakale, vetëm e vetëm për të ulur besueshmërinë e lexuesit të kërkesave. Te këto letra, në fakt, kanë publikuar edhe materiale duke fyer edhe dëshmorët e kombit. Por nuk është hera e parë, sepse këto personazhe të cilët kanë publikuar këto letra nuk e kanë idenë se çfarë ka ndodhur në luftën në Kosovë. Hiq më pak Taulant Ballan, një personazh i cili në kohën e luftës Kosovë rrinte në paradhomën e Fatos Nanos duke ja pastruar kpucat, sot del dhe flet për dëshmorët e kombit. Por kjo qeveri ka shkuar edhe më tej në fakt, duke urdhëruar edhe policinë e shtetit të nisë një hetim për Goxhajn. Por një deklaratë të bërë nga ai 5 muaj më parë në një debat televiziv, ku mes tjera thotë se politikanët largohen edhe me plumb, pasi çdo politikan që shet atë dheun meriton një plumb. I jap të drejtë edhe unë këtë rast. Por kjo deklaratë ka shqetësuar qeveritarët që u kujtuan pikërisht tani, pasi Goxhaj lexoi kërkesat e protestuesve, duke harruar se kushtetuta e Shqipërisë thotë qartë që kushdo që punon kundër atë dheut dënohet për tradhti kombëtare. E për tradhti dënimet janë të ndryshme, me burg, por edhe me ekzekutim siç ndodh në çdo vend të botës. E Goxhaj nuk ka asnjë faj kur thotë se politikanët që shesin atë dheun, copëzojnë tokat shqiptare meriton një plumb. Edhe unë kështu mendoj njësoj si Goxhaj. Dhe po e përsëris. E për gjitha këto e shumë pikpyetje të tjera unë kam ftuar sot Dritan Goxhajn, me cilën njihem prej më shumë se 20 vitesh
dhe që ka qenë në listën e personave cilët do të zhvilloja një bashkëbisedim të gjatë, por rrethanat na shpejtuan këtë takim. Dritan Goxhaj, faleminderit për kohën që gjete që t'jesh me mua sot. Ju faleminderit për ftesën. Mirë se u gjej. Ty faleminderit se në fakt unë kisha menduar që do të bënim diçka bashkë, po ja siç erdhën situata pak e shpejtuam duket. Por unë bëra një farë përmbledhje në fillim, që të them drejtën, disa gjëra i kam shkruar edhe me emocion. Sepse nuk mund të njollos ushtrinë çlirimtare të Kosovës kjo qeveri e cila po bën çdo manovër, çdo mundësi propagande të luajë me gjakun e dëshmorëve apo edhe me veteranëve për interesat e saj partijake. Kjo është një gjë e turshme, por që uroj që të mbajnë përgjegjësi për ato çfarë bëjnë dhe historia do t'i gjykojë. Po si je ti me shëndet njerë? Si po e kalon këtë sprov, edhe pse unë e di që nuk je nga ata që trembësh lehtë në fakt. Mirë, normal, nuk është diçka normale, pra është diçka e pritshme, nuk është diçka e papritshme. Dikush që do të gëzojë të mira dhe një pushtet i paligjshëm, do të tentojë të gjitha format dhe mënyrat që të mbaj pushtetin në dhunë, do të mbaj pushtetin në çfarëdo lloj forme dhe mënyre. Kjo është një pjesë e asaj, pra në fillim vijnë shantazhimet, pastaj kërcënimet, ata mendojnë se mund shkojnë, ose mund të shkojnë edhe më larg gjëra tjera. Përse është pjesë e një pushteti nike, pasi pushteti nike është i friksuar dhe kur është i friksuar kërcënon, shantazhon, përdor policinë, përdor dhunën, përdor gjithçka. Po të marrim me radhë. Tani a je pjesë e organizimit të kësaj proteste në Tiranë? Jo, nuk jam pjesë e organizimit të protestës, nuk jam pjesë e grupit koordinator të kësaj proteste në Tiranë, jam mbështetës i protestës që prej fillimit, qoftë me këshilla, qoftë në grup, po jo pjesë e grupit koordinues protestës të vendimarrjes të protestës. Pra je një mbështetës, po themi i përditshëm tashmë dhe i ke mbështetur që në fillim. Fizik, politik dhe këshillues në atë çfarë ta bëj. Po si u vendose tani që ti do të ishe personi që do të lexoje kërkesat e organizatorëve të protestës? Shko, duke qenë se protesta kishte mbërritur në 23 ditë protestë, dhe duke qenë se nuk ishte dalë me një qendrim zyrtar, ajo që thotë edhe në hapjen e emisionit tuaj që protestuesit protestonin, por ama nuk kishin një kaje, pra me të vërtetë çfarë kërkonin, pasi sloganet nuk janë kërkesa, sloganet janë akuza. Ato që thirreshin, normalisht që duhet një kërkesë për të përcaktuar se përse po ndidhemi në shesh, përse po i nxjerr njerëz në shesh, pra. Përse këta njerëz duhet të kanë protestuar deri në sot dhe duhet të vazhdojnë të protestojnë edhe sot e tutje. Dhe për këtë ju vendosi të bëjë një kërkesë zyrtare, pra një listë kërkesa zyrtare të dala kryesisht nga kërkesat e qytetarëve, për arsye se ato që janë thënë aty në atë kërkesë është e përcaktuar edhe nga grupi koordinues, që janë kërkesat të shpallura tek e tek veç nga folës të ndryshëm që kanë marrë fjalën në atë protestë. Pra kërkesat janë popullore, thjesht janë përmbledhur në një letër të thjeshtë, në një letër format A4. Nuk është se koordinatorët e protestës dolën me këto kërkesa nga mendja e tyre. Thjesht u morën nga ajo çfarë populli ka kërkuar deri në sot dhe kërkon të bëjë. Pra nuk ishte në gjë dhe për këtë arsye pastaj u vendos që do ta lexonte dikush që nuk ishte pjesë e grupit koordinator në mënyrë që në të nesmen të mos krijohesh në kujvogël brenda grupit koordinator që mund ta lexonte dikush dhe mund të merrte kryesinë së diçka tjetër, për arsye se aty funksionon në bazë të një kolegjialiteti. Pra nuk ka një kryetar, çdo vendim merret me votim, me shumicë vote, dhe është një kolegjialitet në këtë aspekt. Për këtë do mos ta thyrë këtë në të ardhmen, për mos i dhënë dikujt që është pjesë e grupit koordinues një protagonizëm që mund ta merrte nesër për shkak të kësaj, dhe vendosi ta lexonte dikush tjetër që nuk ishte pjesë e kësaj. Përpara se të vinte te unë, janë kontaktuar edhe disa persona të tjerë që ta lexonin, por që kanë refuzuar dhe pastaj pra nuk jam unë kontakti i vetëm. Unë isha kontakti i fundit dhe jo kontakti i parë. Do të thënë në një farë mënyrë u vendos që të lexon tani sepse nuk donin që të identifikohen se cili prej organizatorë në një farë mënyrë për të thënë që ky është drejtuesi. Kjo është një gjë shumë e zgjuar në fakt, sepse edhe nuk ka asgjë thjesht për të lexuar kërkesat, të cilat realisht, siç e thua edhe vet, janë thënë që gjithkohës nga folës të ndryshëm. Dhe janë folë dhe janë renditur her pas here nga gjithë ato se çfarë është thënë. Tani po ti si u ndjeve kur e pe kryeministrit e vendit tënd që nuk merret me kërkesat, por merret me ty duke tentuar të denigroj apo të shantazhoj
i shoqëruar nga shpura e tij, kuptohet. Nuk ishte asnjë lloj gjë, pra ishte diçka e parashikuar pasi ky kryeminist këtë ka bërë që 13 vite. Ase keni vënë re që 13 vite ai vetëm akuzon çdo person që thotë një të vërtetë. Çdo kush që ka dalë ka thënë një të vërtetë, që ekziston në Shqipëri diçka që shkon ndryshe nga mendimi zyrtari që vi partisë në pushtet ose mendimi i vet kryeministrit, automatikisht është akuzuar, është anatemuar, pra nuk është diçka që ndodhi një rrufe me qiell të hapur, pasi ky kryeminist ishte një person me etikë të lartë, një person me moral të lartë, një person që ishte në elitën politike të vendit ose një intelektual i shquar i këtij vendi, edhe nuk ka ndodhur më përpara dhe kjo që ndodhi në lart gjithë të habitur. As pak, nuk është as pak habike që ka ndodhur. Është thjesht nxorri hap atë që e bënte shpesh herë rrallë tek, atëherë vendosi ta bëjë në mënyrë të dëndur dhe përhershme, pra nuk ka asnjë gjë. Në fakt, ne jemi mësuar, është e vërtet kjo, sepse gjithmonë edhe kur zavenc kryeministrat e tij u ndiqnin penalisht apo donin të arrestoheshin, apo ministrat e tij, gjithmonë mundohet t'ia faturonte fajin atyre që është faji tyre, jo i imi. Por veç kësaj, është e njëjta skemë, mendoj unë, siç po bën kryetari i Bashkisë Tiranës, i cili nuk merret me akuzat për cilat akuzohet, po merret me prokurorin, me administrimin, mënyrën si është emëruar, që ka kalu gati 15 vite në atë detyrë dhe thjesht për të përqendruar vëmendjen apo për të kaluar diku tjetër, që është edhe kjo e pafalshme fakti që kryeministri i Shqipërisë në një media ndërkombëtare i thot popullit fuck you, kjo është e tmerrshme. Ta mendosh që një shqiptar, një kryeministër i thot njerëzve të tij të cilët e kanë votuar. Dhe kjo nuk e di si mund ta quaj këtë. Kjo unë do thosha që çdo e keqe ka një të mirë. Kjo është një keqe e madhe, po e mira sa keqe është më në fund kryeministri tregoi që është thjesht një rrugaç. Pra që ky popull ka votuar një rrugaç, është e vërtetë që kanë votuar, po kanë votuar një rrugaç, i cili është shitur si njëri i ditur, si njëri i lexuar, si njëri i ndershëm, si njëri i moralshëm, si njëri i virtytshëm, po thjesht ka qenë gjatë gjithë kohës një rrugaç dhe vazhdon të mbetet një rrugaç. Prandaj them që edhe kjo e keqe ka një të mirë. Në fakt edhe unë jam dakord që ky sulm i organizuar, që normalisht nuk është era parë siç e thua edhe ti, që organizon kjo qeveri, për të delegitimuar e denigruar figurat pastra që duhet të bëjnë diçka për vendin. Dhe në fakt këto akuza, duke u marrë me personin, kanë bërë që shumë njerëz që është e vërteta të largohen nga Shqipëria dhe mos të pranojnë të angazhohen qoftë edhe politikisht, nëpërmjet si individ pavarur, apo me organizata të vogla, apo me parti të vogla. Pra, ky delegitimim që po i bëhet, në fakt i ka trembur edhe shumë njerëz se cilët thonë që hajde pse duhet merren të denigrohen me familje, me njerëz e me gjithçka që kanë bërë gjatë gjithë jetës vetëm pse po angazhohen politikisht. Dhe kjo është fryma në fakt që kjo qeveri ose ky pushtet ka tentuar që gjithë këto vite që të largoj njerëzit në këtë formë që mos të angazhohen për t'i bërë ballë. Por siç duket kjo protesta tashmë i ka thyer këto barriera. Unë mendoj që është duke i thyer, pra është në vazhdon e thyrjes së barrierave, nuk është se i ka thyer plotësisht, sepse po të kishte thyer plotësisht do kishim për ditë në shesh nga 100.000 veta siç patëm një të shtunë të kaluar. Besoj që ky numër do të rritet, po është në vazhdon e thyrjes, sepse frika thyet ngadalë, pra nuk thyet menjëherë të gjithë, thyet ngadalë, dikush vjet seder, dikush thyet. Pra sa ç'është e lirie, pra ajo çka kërkohet të bëhet një Shqipëri e lirë. Dhe liria pastaj është çështje ndjenje varet se sa ndjen njeriu nevojën e lirisë. Edhe në atë, në rast se njeriu do ndjen nevojën e lirisë si punë e ajrit, atëherë për 1 minutë do të mblidheshin në shesh 1 milion shqiptar. Por jo të gjithë ndjen nevojën e lirisë si ajri, e kanë si ajri, pastaj kalon dikush që ndjen si ujë, dikush si buka, dikush si shtëpia, dikush si makina që ka, dikush si telefoni, pra varet me çfarë vlerëson, ekuivalenton lirinë personi. Do të them që në bazë të kësaj do të vazhdojë duke u rritur. Ata që ndjejnë lirinë si në mungesë të lirisë, automatikisht ata i ke për çdo ditë në shesh. Ja, në fakt edhe unë uroj që të rritet për çdo ditë dhe qoftë edhe më shumë, se të jemi sinqert, tani kur isha vitin e kaluar në Shqipëri, duke që pa çfarë po ndodhte, të them drejtën, mendova që si ka mundësi këto njerëz jetojnë me kaq pak me të ardhur kaq të pakta, me këto çmime kaq të larta në Tiranë, apo në jug, apo për të bërë pushime. Dhe mendoj që njerëzit janë lodhur më, se nuk kanë më mundësi, po themi, të bëjnë një pushim si duhet, nuk po ja dalin dot të paguajnë qerat,
me punën që bëjnë dhe e gjithë kjo kam përshtypjen që është akumuluar ndër vite. Nuk është vetëm fakti i çështjes së zvërnecit, mendoj, ka kalu tani kjo pjesa e zvërnecit, sepse njerëzit kanë probleme, mungesë sigurie në punë, mungesë sigurie në rrugë, mungesë sigurie në karrierë, mungesë sigurie në punët e përditshme. Pra janë akumuluar, nuk po gëzojnë drejtën e pronës, edhe ajo pronë pak publike që kanë ngel po i hepët trafikantëve të drogës, të cilat po dalin për çdo ditë që kanë bërë pazare me pushtetin duke marrë statusin e investitorit strategjik. Pra kam përshtypjen që edhe njerëzit janë lodhur, janë akumuluar gjithë këto vite kjo stres dhe kjo mos përballim të situatës dhe për atë fakt edhe kanë dalë para në protestë. Është çdo gjë ka një pikë thyerje. Dhe zvërnesi ishte pika e thyerjes, ose pika që derdhi gotën, ose ajo rraja atyre flatrave të një fluture që shkakton një ortek, pra. Ajo ishte thjesht pika ku u mbushteten për sa i për të vazhduar pjesën tjetër, sepse ishte mbushur ishte një shkëndi, po themi. Absolutisht vetëm ajo, pra. E ka kaluar atë fazë të zvërnecit, të rrjollit, se si zvërneci janë edhe të tjerat, dhe ka ecur shumë më përpara dhe evoloi shumë shpejt, pra nga zvërneci evoloi me hapa shumë më dhor dhe u kthye në një protestë politike, sepse edhe protestat në realitet janë politike. Pra në vetvete protestat janë politike, por kjo mori formë të menjëhershme politike dhe këtë formë politike nuk ja dhanë organizatorët dhe koordinuesit e protestës. Këtë formë politike protestës ja dhanë njerëzit me kërkesat e tyre në shesh. Pasi dorëheqja e qeverisë erdhi nga protestuesit në fillim dhe jo nga organizatorët. Pra në fillim organizatorët fonin mbrojtjen e zvërnesit, por protestuesit që dolën kërkonin dorëheqjen e kryeministrit. Pra kjo tregon që ky akumulim ishte te njerëzit dhe te i kaloi grupin organizator. Për këtë arsye grupi organizator dhe koordinues u detyrua pastaj të përshtatej këtyre kërkesave dhe në fund fare edhe të nxirrte ato si kërkesë zyrtare e kësaj proteste. Në fakt tani kjo është e drejtë gjitha kjo që thua, por ajo çfarë të kanë sulmuar, shantazhuar, akuzuar është fakti që të quajnë pro-iranian, pro-Hezbollah, anti-amerikan, antisemit. Unë kisha një reagim publik para pak ditësh dhe e thash publikisht në fakt që në SBA janë shumë podcaster republikan, si Joe Rogan, Tucker Carlson, Candy Owens, Megyn Kelly, Dave Smith, që kanë dalë hapur kundër kësaj aventure të çmendur, e thon ata, të luftës mes SBA-s dhe Iranit. E me logjikën e qeverisë shqiptare, propagandës tyre, edhe këta janë anti-amerikan. Jemi në një fazë ku qeverisi i lëkundet pushteti, i lëkunden të mirat, të gjithë atyre që flasin pro qeverisë, të gjithë ata që sulmojnë protestën, qoftë në bazë të një individi ose qoftë në bazë të protestës në përgjithësi, pra e marrin në përgjithësi, janë njerëz të cilët me rënien e pushtetit do t'ju humbasin të gjitha të mirat që i kanë përfituar nga ky pushtet. Të gjitha ato të mira dhe të drejta që i kanë marrë në mënyrë të paligjshme nga pushteti vetëm se i kanë shërbyer pushtetit. Dhe normalisht që në këtë moment pastaj do vish në aspektin që kërkon të krijosh grupe armiqësore. Dikur krijoheshin grupe armiqësore, po edhe grupet armiqësore në fillim krijonin një armik dhe pastaj që ajo të bëhej më e madhe rreth atij armiku krijonin një grup armiqësor, sepse ti nuk mund të jesh armik i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po vetëm një person, kështu që për këtë arsye do të krijohen edhe grup armiqësor. Pra është tipike, është një skenar i vjetër i marrë dhe i aplikuar në kohë moderne. Më përpara ishin armiq të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërsa më përpara ishin armiq të Bashkimit Sovjetik, armiq të Kinës, armiq të partisë, kapitalizmit të gjithëve. Në shërbim të kapitalizmit, në shërbim të revizionizmit amerikan dhe të revizionizmit rus, të imperializmit amerikan. Ndërsa tashmë jemi bërë armiq të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse atëherë armiku ishte Amerika, sot Amerika është miq dhe mi bërë ndihmës të armiqve të Amerikës. Pra është e njëjta retorikë e njerëzve që bani pushtetin në fund të viteve 80 deri në fillim të viteve 90 që e kaluan më pas pushtetin, e njëjta retorikë është edhe këtyre njerëzve të cilët kanë uzurpuar këtë pushtet që 35 vite, por që realisht kanë të njëjtin mentalitet të atyre që ishin para 35 viteve më përpara. Tani në fakt në media ose në rrjetet sociale po mundohen të kapin pasazhe të ndryshme të deklaratave tua publike nëpër media, të cilat realisht nuk janë vetëm brenda 10 ditësh të fundit apo 25 ditësh, 27 ditësh të protestave, qëndrimet e tua, po themi, ose debatet politike, debatet për luftën, ti ke dhënë hapur dhe janë aty online, të gjithë mund t'i klikojnë dhe t'i shohin. Por i akuzuar si pro-iranian e pro-Hezbollah për disa deklarata, po themi që i kanë marrë nga konteksti ndoshta një pjesë.
A mund të sqarosh këtë pjesën, çfarë mendimi ke për këtë luftën ose për këto dyja para se të kalojmë te pjesa anti-amerikanizmit dhe antisemitët. Pra ideja është që ti e the pak a shumë që këta duan një armik për të gjetë ose për të pasë me këtë merren. Por a mund të na shpjegosh pak ato lidhje me ato deklaratat që në rrjetet sociale i kanë shkputur vetëm pjesët ku flet ti për Hezbollahun apo Iranin? Kam shkputur me analizat e mia ushtarake dhe gjeopolitike që janë bërë për këto raste të veçanta, pra për luftrat që zhvillohen në Liban, në Gaza dhe në Iran. Në këtë aspekt, do të kemi një parasysh ato deklarata janë bërë mbi bazën e të drejtës ndërkombëtare. Gaza quhet një territor i pushtuar dhe ky është një vendim i OKB-s. Pra është një vend i pushtuar, Gaza. Dhe këtë është vendimarrje e OKB-s, e quajnë Gazën territore të pushtuara, palestineze, kështu quhet në dokumentat e OKB-s. Duke qenë se jemi antar të OKB-s, atëherë çdo lloj organizate që lufton për shlirimin e territorit vet, që konsiderohet i pushtuar nga OKB-ja, nuk është një organizatë terroriste, është shumë e thjeshtë dhe e qartë. Pra kjo mbi dokumentat e OKB-s dhe mbi vendimet e OKB-s. E njëjta gjë funksionon edhe me Hezbollahun. Pra Hezbollahu nuk ka dalë të bëjë veprime të ri ndaj kundra jashtë territorit të Libanit, veprimtaria e tij është brenda territorit të Libanit, është një organizatë e krijuar edhe ajo për shlirimin atëherë sepse ka qenë është krijuar në kohën kur Libani ishte i pushtuar nga Izraeli, dhe në atë kohë është krijuar për shlirimin e Libanit, pra automatikisht i bie që është një organizatë shërimtare dhe organizatë terroriste, njëjta gjë. Ndërsa Irani është sulmuar në mënyrë të padrejtë, një vendimarrje e gabuar e qeverisë amerikane aktuale, e cila më shumë ka dëmtuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se sa ka dëmtuar çdo kënd tjetër. Pra një vendim totalisht i gabuar, një vendimarrje strategjike e cila e ka çuar në një humbje strategjike Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila do t'i kushtojë në dekadën e ardhshme totalisht. Dhe ajo çfarë Amerika do paguajë, ato do paguajmë edhe neve që jemi aleat të saj. Pra, ky është aspekti i asaj që kam thënë dhe që i qëndroj asaj që kam thënë, edhe asaj që them tash. Pra, ideja është që të thuash mendimin, kjo nuk do të thotë që besoj je pro-iranian, por faktin që Amerika ka bërë një veprim, sipas edhe shumë komentatorëve të ndryshëm këtu, ose 70% fakt sondazheve të ndryshme quajnë pak të çuditshme ndërhyrjen e Amerikës në Iran, por kjo nuk është vetëm ajo pjesa e deklarimeve në fakt, sepse duke mbështet ose duke dhënë ti, po themi ato simpati në një farë mënyrë që e kanë quajtur simpati për faktin e dhënë për Hezbollahun, për mënyrën se si lufton apo për Hamasin, ata po themi të kanë cilësuar si antisemit apo anti-amerikan. Ata duhet kemi një gjë, të çështja antisemitët, ata që akuzojnë për antisemit, ata nuk dinë se ç'është semitizmi, pra kjo është një problem i madh. Të jesh antisemit, pra është përcaktuar sipas përcaktimeve të OKB-s, antisemit është kur ti je kundër ekzistencës së Izraelit, së shtetit të Izraelit. Ajo është një vendimarrje e OKB-s. Por ama duhet kemi gjë që ti jesh pro-palestineze dhe pro-Palestinës. Ti nuk mund të jesh antisemit sepse edhe palestinezët janë semit. Pra semit nuk janë vetëm izraelitët, janë edhe palestinezët. Pra në rast se ti je me njërin e si je me tjetrën, kjo nuk të bën ty antisemit. Prandaj ata që e përdorin atë term nuk e kanë idenë se ç'do të thotë antisemit. Po lidhje me qëndrimit që ke marrë, po themi pak a shumë publikisht, është e gjitha kjo ideja që e sulmit ose si thua ti je referuar, po themi vendimet të OKB-s lidhje me këto se çfarë po deklarohet. Në aspektin e çfarë? Në lidhjet e sulmit, qoftë Izraelit në Palestinë apo në Gaza, apo të Hezbollahut në mbrojtje të Iranit, siç e thua vetë. Janë sulme pra edhe OKB-ja edhe në Liban, edhe në Gaza, sulmin e Izraelit ka quajtur të jashtëligjshëm. Edhe sulmin e Shtetit Bashkuar të Amerikës me Izraelin e Iranit ka quajtur të jashtëligjshëm. Mua nuk më intereson se çfarë qeverie mban Irani se çfarë. Pra Irani është një vend që është me mijëra kilometra larg, nuk është ta them që nuk është Kinjoni, po edhe po të ishte Kinjoni, ashtu si nuk më intereson se çfarë qeverie ekziston në Serbi ose çfarë qeverie do të ekzistojë nesër në Greqi. Ai është problemi i popullit që jeton atje, nuk është problemi im. Pra ne nuk kemi dalë as të rregullojmë qeverinë e tyre, as ata se si kanë zgjedhur të jetojnë është problemi i tyre, mund të zgjedhin si jetojnë të dy formën politike që duan ata, mënyrën se duan ata, pra është mënyra e tyre. Askush nuk mund të imponohet askujt tjetër me formën e mënyrën e jetesës dhe me formën e mënyrën e drejtimit politik. Është e njëjta gjë sikur neve sot tash të na thotë dikush që të na ngrihet gjithë bota, të na thotë jo rrini se e keni mirë dramën, se e duam neve, dhe ai do rri aty dhe ju s'keni zë. Pra është e njëjta gjë. Ose sikur të ngrihen e të thonë nesër që nuk do jetë drama, ne do ta heqim dramën, do bijmë aty flamurin. Po prit, po pse do bini flamurin? Pra, kjo është ajo mënyrë se si një popull
e zgjedh mënyrën e tij të jetesës i përket atij populli, të atij shteti ku jeton. Por askush nuk mund t'i imponojë dikujt tjetër me një mënyrë jetese ose me një formë tjetër politike të jashtme, qoftë ajo as me forcë, dhunë fakt edhe me largimin nga prona e tij edhe detyruar. Po bëhet me dhunë, ku ashtu si në Gaza është përdorur genocid. Edhe ky genocidi i përcaktuar qartësisht në dokumentat e OKB-s, atëherë kjo është e papranueshme. Dhe njeriu ka një moral dhe morali është edhe pjesë e virtytit njerëzor, nuk mund të bëhemi fal me vrasjet dhe me genocidin, sepse e kemi kaluar në kurriz vrasjet dhe genocidin. Jemi një popull që jemi vrarë, jemi genociduar me shekuj. Dhe nuk mund të bëhemi pal me dikë që vret, por të mos bësh pal me dikë nuk do thotë që ti jesh pal me palën tjetër, me anën tjetër. E drejta jonë dhe virtyti dhe morali edhe zemra na thotë që duhet të themi që kjo është e gabuar. Mirë, se gjithë secili ka të drejtën të shprehë mendimin e tij, që nuk është që do i ndryshohet mendimi, se edhe këtu në Shtetet e Bashkuara ka plot të cilët mendojnë pak a shumë ose njësoj si ti, qoftë edhe më ekstrem. Por kjo nuk do të thotë besoj që të jesh pro apo kundra amerikan apo antisemit. Por ka pas edhe akuzat të turpit që është paguar nga Irani, është paguar nga Libani apo ku e diun se çfarë. A kene kontakt vëlla ti sharosh këta njerëzit me një njeri nga Libani apo Irani apo ku e diun se çfarë akuza publike të kanë bërë? Unë as kam mbaruar shkolla në Liban, as në Iran, as ku tjetër, kam qenë në ato territore pavarësisht se për t'i shëtitur dhe për t'i parë kisha dëshirë, kisha dalë, kisha shëtitur, kisha vizituar, sepse janë territore të bukura. Po nuk kam qenë as për t'i vizituar për turizëm dhe jo më për diçka tjetër, pra nuk kam lëvizën e një. Shteti ka, pra ata që akuzojnë të akuza vinë kryesisht nga zyrtarët e shtetit, po shteti ka institucione për këto. Dhe ata zyrtarë që akuzojnë, pra është qesharake kur një shtet të akuzon mediatikisht për diçka që ti mund të jesh ose jo, dhe ndërkohë që institucionet e shtetit rinertët, pra mund të vini në funksion të gjithë mekanizmat, i ka të gjitha pushtetet, të gjitha fuqit, të gjitha mekanizmat për t'i vërtetuar këto që thotë. Dhe unë i sfidoj shtetin që t'i vërtetoj këto që thotë. Por nuk e përjashtoj që shteti nesër edhe të sajoj, sepse si sajonin dikur atëre agentët e partisë dhe popullit, të gjë mund ndodhi tash. Por ama fakti që deri tash nuk e kanë bërë, ndoshta presin sa të formulojnë në një letër ose të rinë sajes të radhës, po gjithsesi nuk kanë, sepse është shumë e thjeshtë, pra jetojmë në një vend ku gjithçka, sidomos në këto kohë të fundit, në këto 13 vitin e fundit, 15 vitet e fundit, gjithçka është elektronike, gjithçka është e kontrollueshme, është e pamundur që dikush të shpërtojë diçka. Tani në fakt unë kam vure ministrin e brendshme që nxjerr statuse dhe thot grupe armiqësore nga Serbia, nga Greqia, apo kryeministrin e vendit, kur kanë të gjitha institucionet në dorë, shërbime sekret, policinë e shtetit, shërbimet sekret të ushtrisë, të gjitha mundësit për t'i identifiku dhe arrestu, se është detyra primare atyre që të arrestojnë personat të cilët punojnë kundër shtetit të tyre, dhe këta vazhdojnë merren me Facebook, dhe nuk ka asnjë veprim konkret, jo vetëm ndaj jush, edhe personave të tjerë për shkak se thonë grekët po e organizojnë gjithë këtë protestë, ndërkohë policia e shtetit nuk ka bërë asnjë veprim për të arrestuar këto njerëz dashakëtës që janë kundër kombit shqiptar. Pra, edhe unë mendoj që nuk qëndron e gjithë kjo propagandë, sepse është shumë banale për ta besuar dikush që ministri i brendshëm thotë që kemi grupe armiqësore, ndërkohë ministri i brendshëm i ka të gjitha mundësitë për të hetuar dhe arrestuar persona në fjalë të cilët janë. Por është pjesa asoj propagandës që ne diskutuam pak më parë. Faktun që ajo që më shqetëson edhe më shumë është se turpi i kësaj qeverie nuk ka mbaruar vetëm me duke quajtur pro-izraelit apo pro-Hezbollah apo anti-amerikan. Kjo qeveri ka organizuar edhe persona të luftës në Kosovë për të folur për ju. A ke qenë në UÇK drejtan dhe kur? O, kam qenë pjesëtar i Shqiptarit të Kosovës. Kam qenë më herët data 1 janar, por atëherë Ministria e Mbrojtjes vendosi në datën 1 janar si nga marsi, datën mars, nga marsi 99-s deri në fund të përfundimit të luftës në 1990, data 27-28 qershor që përcakton edhe zhbërjen e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Tani juve keni qenë pjesë e ushtrisë i regjistruar si ushtarak
apo edhe keni qenë brenda territorit të Kosovës apo në Elshan, sepse thash duke qenë që kanë organizuar, po themi individ, të cilët kanë dalë dhe kanë folë, por që është e vërtet fakt që në atë kohë ose edhe pas luftës nuk janë vetëm ata që kanë marrë pjesë në luftë në Kosovë janë bërë veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse mos harrojmë, veterani i ushtrisë UÇK-s ka statusin edhe Fatos Klosi. Nuk ka qenë herë në Kosovë ai si UÇK apo me Kalashnikov në krah. Apo edhe persona të tjerë të cilat kanë nejtë po themi në Tiranë, zyrtar të shtetit apo individ të ndryshëm, por që kanë marrë statusin edhe për kontributin që kanë bërë për në Kosovë. Pra, cilën kohë, në këtë kohë që thua nga marsi që është regjistruar deri në fund të qershorit, ku ke qenë tani në Kosovë apo në Shqipëri, pjesë po themi e shërbimit të UÇK-s? Kam qenë edhe në Kosovë, në fjalë në Kosovë bie në pjesën e kufirit në Kosovë, pra. Zonë e Pashtrikut apo Koshare? Në zonë e Pashtrikut, jo në Koshare. Në zonë e Pashtrikut, Koshare është më vonë, në Koshare kanë qenë kryesisht zona pjesëtarët e parkut, sepse ata e kanë pasur ato pjesë operacionale, ja kanë kërkuar shtabi i përgjithshëm që ata ta kontrollojnë, më pas është mbështetur me forcat UÇK-s, forcat e farkut, pasi ishin më të vogla në numër, dhe ai numër pas është vajtur në 2000 veta me mbështetje të forcave të UÇK-s, të cilat ishin regjistruar dhe trajnoheshin edhe në Tiranë, po edhe në Burrel. Po në Kolsh dhe Burrel kanë marrë pjesë operacionit Shigjeta. Absolutisht, po ata në Kolsh ka pasur si në Kolsh sipër me në Kolsh poshtëm, ata të Kolshit të poshtëm kanë qenë kryesisht të farkut dhe kanë vajtur në Koshare, kurse ata të Kolshit të sipër një pjesë kanë vajtur në operacionin Shigjeta, në operacionin Shigjeta përfshin edhe Kosharen, pra i gjithë si operacion. Po, s'dita. Një pjesë kanë vajtur në Mal Pashtrikut, ndërsa një pjesë tjetër unë kam qenë në Mal Pashtrikut, në zonat e Pashtrikut, në zonat e kufirit me Kosovë, normalisht edhe për aq kohë sa kemi edhe për një pjesë të kohës që kemi mundur të hyjmë në territorin e Kosovës, ka qenë fundi i luftës, disa javë kur kanë mundur forcat të hyjnë përpara në territorin e Kosovës. Por veprimtaria ime ka qenë edhe në Republikën e Shqipërisë me detyra të ndryshme të ngarkuara në atë kohë, qoftë nga veta Venezuela, në atë kohë, po qoftë edhe nga shtabi i përgjithshëm me detyra specifike të përcaktuara qartësisht. Pra, këto ka qenë veprimtaria. Unë të disa shkresa që kam lexuar për operacionin të Pashtrikut, sidomos, thonë që ke qenë Dritan Goxha i shoqëruar me disa amerikanë. Në atë kohë, në NATO-s? Në atë kohë, jo, kanë qenë jo forcat ushtarake amerikane, por i përkisnin forcave të zbulimit të Shtetit Amerikës, pra agjencisë të inteligjencës amerikane, të atachuar pranë ushtrisë shqiptare të Kosovës, për të ndjekur operacionet e saj, zhvillimet e luftimeve në të gjithë territorin e kufirit dhe më mbrapa. Pra, kam qenë i ngarkuar në shtabi i përgjithshëm që të shoqëroja ata për shkak edhe ndoshta të gjuhës, për shkak edhe të formimit ushtarak të tyre, dhe pasi ata kërkonin një person që dinte gjuhën angleze të kishte formim ushtarak, ka qenë kërkesë e tyre. Takimi i tyre i parë ndërmjet tyre dhe njerëzve është të bërë në zyrën e shërbimit informativ shtetëror të Shqipërisë në Kukës. Në prezencën atëherë ka qenë shefi i shërbimit në Kukës Ram Kuca. Ai ka qenë kërkesa e tyre. Në Kukës në kuadër të cilit komandant në atë kohë kanë qenë në pjesën e Pashtrikut, kur keni marrë pjesë? Jo, në atë kohë, këta... Jo, përveç flas me amerikanët, flas pjesën e terrenit kur keni qenë në zonën e Pashtrikut, që thoni edhe në Elshan. Kush kanë qenë këto të Burrelit me Saramatin apo Jo. Ruzdi Saramata ka qenë në Burrel, nuk ka qenë në Elshan. Ruzdi Saramata ka ardhur në Pashtrik vetëm në 2 javët e fundit të fillimit të operacionit në Pashtrik. Pra në fund të majit ka ardhur sepse Ruzdi Saramata ka qenë deri në fund të majit, deri në fillim të majit, pra deri në datën 1 maj ka qenë në Burrel. Edhe është ndaluar dhe arrestuar, pra personi i cili ka ndaluar dhe arrestuar Ruzdi Saramata jam personalisht unë, me urdhër nga shtabi i përgjithshëm, pra jam marrë në telefon nga Bisim Zyrapi, pasi kishte ndodhur një ngjarje e rëndë atje. Nuk ishin gjë kam qenë në atë moment kam qenë në Kukës, kam qenë në Kukës, më shurdhëruar të vim në Tiranë, ku kam ardhur në Tiranë, më shurdhëruar ta kryej Sabit Gecin tek zyrat e fondit e Injatëre. Dhe aty në ato zyra kam gjetur edhe komandantin e batalionit Atlantiku me disa ushtarë të tij që kishin ardhur nga Shteti i Amerikës, dhe kishin ardhur të jepin deklaratat e tyre për ngjarjen që kishte ndodhur në Burrel. Aty jam njohur me ngjarjen. Dhe më pas është dhënë urdhri për të vajtur në drejtim të Burrelit për të arrestuar personat që kishin kryer ngjarjen. Në këtë
për të bërë këtë veprimtari ushtarake, kemi kërkuar edhe ndihmën e policisë ushtarake të Republikës së Shqipërisë në ato, pra policisë ushtarake të ushtrisë shqiptare, e cila nuk na ka kushtuar ndihmën, na ka dhënë një njësi të tyre për të operuar në këtë aspekt, dhe jemi nisur nga Tirana së bashku me mjetët e UÇK-s, me gjithë komandantin e batalionit Atlantiku dhe disa pjesëtar tjerë të batalionit Atlantiku, të cilët i kanë shkruar edhe një libër, njëri prej tyre kërkoi ngjarje, dhe i përmend edhe ngjarjen, dhe kemi vajtur në Kukës, në Burrel, ku kemi ndaluar Rushdi Saramatën, është ndaluar me datë 1 maj, Rushdi Saramata, është sjell në Tiranë, së bashku me personat e tjerë që ata që shoqërohen që ishin shoqërues të Rushdi Saramatës, truprohet të Rushdi Saramatës, diku të rreth 9 veta, 8-9 veta, se mbaj shifrën saktë, se mbaj mend sa ishte, të janë dorëzuar policisë ushtarake të UÇK-s. Të UÇK-s, ndërkohë policisë ushtarake të UÇK-s në mënyrë që të vazhdonte procedimi pastaj për ngjarjen më pas, kur nisi operacioni Shigjeta në fund të majit, në marrim vesh që Rushdi Saramata ishte liruar dhe Rushdi Saramata udhëziste një grup në drejtim të Gorozhupit, duke ndikuar negativisht edhe në operacion Shigjeta, parësi e nisi sulmin përpara se përcaktimit të nisjes së sulmit të përgjithshëm, që ishte përcaktuar pra të gjithë në një kohë. Mirë, tani po në varësi të kujt ke qenë në këtë kohë tani? Po themi kë ke pas komandant apo general apo nuk e di se në Kukës, në atë kohë në varësinë e Kukës kam qenë në varësi ka qenë komandën e Kukësit e mori Bislim Zyrapi dhe Fatmir Limaj. Unë kam qenë në varësi të Bislim Zyrapi dhe Fatmir Limaj. Tani është publikuar. Fatmir Limaj ishte si zëvendës ministër mbrojtjes, por që ishte atashuar në operacionin Shigjeta, kurse drejtuesi i operacionit Shigjeta ishte ngarkuar në shtabi i përgjithshëm Bislim Zyrapi. Po, Bislim Zyrapi kam parasysh. Tani ti the disa të vërteta të cilat besoj do t'i marrin vesh edhe ato për cilët kanë folur, po them drejtën është publikuar dhe nga vetë Tauland Balla një shkresë ku flet në lidhje me Bilahedh dhe akuzat të turshme që thot për punën e mercenarëve. Pasi por të them drejtën vajza e Tahir Sinanit ka bënë deklaratë të fortë kundër Tauland Ballës, i cili mirë që nuk kontribuojnë në luftën e Kosovës kur ishte në moshën më të mirë për të bashkuar. Unë dele flet dhe hedh akuza për mercenarë ushtarak të UÇK-s që janë edhe dëshmorë të kombit. Si është e vërteta e kësaj pagese dhe po themi në farë mënyrë apo edhe njoja emri jot në listë bashkë me dëshmorin e kombit Tahir Sinani në fakt. Ajo është një pagesë që është dhënë në mbarim të luftës. Pra nuk është një pagesë që është dhënë gjatë luftës, është dhënë një pagesë për të gjithë ta ushtarakët që erdhën nga Shqipëria në fund të luftës. Pra në mbarim të luftës është caktuar një pagesë në mënyrë që gjithkusht të mund të rregullonte diçka të vetën ose të krijonte një diçka. Në atë kohë është dhënë edhe Tahir Sinanit edhe të gjithë tjerëve, pasi Tahir Sinani i erdhi familja dhe normalisht kishte nevojë për të ardhuras, se pavarësisht të komandant zone, në UÇK nuk paguaj askush pra. Këtë ishte mbi baza vullnetare, nuk ishte asnjë lloj pagese. Po në përfundim të kësaj lufte, normalisht që dikush duhet paguaj që të vazhdonte jetën, sepse deri në momentin që dëgjua Po në fakt kjo pagesa nuk është bërë vetëm për ju apo për Tahir Sinanit. Të gjithë me sa diun në Kosovën e pas luftës, të gjithë komandantët e famshëm të zonave janë paguar shumë të caktuar parash, të cilat i kanë dhënë në një farë mënyrë edhe si tip shpërblimi për të vazhduar jetën në dhe kanë dalë media, bile të them drejtën të dëgjosh ato emisionet e famshme të shtabi milionerëve, nuk kanë marrë me qindra, ata kanë marrë edhe me mijëra, me miliona. Po, është dhënë, po kjo është një lidhje që është filluar në fund, pra, dhe këto para janë dhënë në momentin në mbarim të luftës, në qershor, pra në fund të qershorit, për të bërë pjesën deri në shtator, pra sepse në shtator pastaj ku vazhduam me TMK dhe në TMK ishte caktuar një pagesë, pra qeveria përkohshme ishte caktuar në një pagesë, por edhe në këtë moment qeveria përkohshme duke qenë se akoma s'është nisur me listat dhe verifikimet, atëherë vendoset të jepte një shumë të caktuar secilit sipas detyrës, sipas rangut, në mënyrë që të përballonin jetën në këto muaj sapo të konsolidojë TMK-ja, e cila më pas do të vazhdonte me pagesë. Pra kjo nuk është pagesë e marrë gjatë luftës, pavarësisht se gjatë luftës, për shembull të gjithë ushtarakët që ishin pjesëtar të Farkut dhe që merrnin pjesë në koshare, ata merrnin rrogë nga qeveria e Bukoshit mujore familjet e tyre. Pra, por kjo nuk e bën mercenar askush, për arsye se familja do haj bukë. Pra në rast se ti ke lënë dikë tjetër, ke lënë familjen, ke lënë angazhimin tënd për të mbajtur familjen dhe ke vajtur në luftë, atëherë
dikush duhet ta paguaj këtë familje që të haj bukë. Pra, edhe ata nuk merrin një rrogë të madhe, di që në ato paguheshin 1000 marka në muaj. Familjet e tyre paguheshin 1000 marka në muaj dhe ata familjet e tyre jetonin në Evropë, nuk jetonin as në Shqipëri dhe 1000 marka në muaj në Evropë nuk kam jetuar, por nuk në atë kohë nuk e di që mund të dinin për të jetuar. Pra ka qenë thjesht një jetesë. Ja, vërtet është fakt sepse kanë dalë në media në Kosovë, nuk është që edhe Tahir Senani, po edhe të gjithë ushtarakët e tjerë nga Farku që merrnin pjesë, që kanë qenë dikur, që na vjen, unë them nga Farku, por nuk them nga Farku, që paguheshin nga qeveria Bukoshi, sepse kanë qenë ushtarak të Farkut. Farku është themeluar më përpara se UÇK-ja. Ata Farku është themeluar që në vitin 1992-93, kurse UÇK-ja është themeluar shumë më vonë. Atë që bie që të gjithë ta që kanë qenë ish ushtarak, pas kanë qenë të gjithë mercenarë në Kosovë. Pa përjashtim. Ja, në fakt kjo është e vërtetë që ka pas abuzime me këto fjalën e shprehjen e mercenarëve. Po tani si u ndjeve kur dëgjove Azem Sylën, një milioner i pas luftës që është e vërteta, apo Qëndrim Kryeziun, po ashtu një milioner që kanë uzurpuar apo marrë prona publike të Kosovës në shfrytëzim, ai apo familjarët e tij, të cilët hedhin akuza apo fjalë për emër që Dritan Goxha nuk ka qenë në UÇK. Unë nuk e njoh të fundit, pra personin që ju e thatë, nuk e kam idenë kush është, nuk e njoh fare. Për Azem Sylën më vjen keq që Azem Syla me fjalë ka mohuar atë që kemi Azem Sylën njihemi personalisht gjatë luftës, kemi bashkëpunuar shumë gjatë luftës, kemi bashkëpunuar qartësisht pra që pothuajse që nga janari i 99-s me Azem Sylën kanë qenë bashkëpunimi ka qenë shumë i madh për gjëra shumë të ndryshme, shumë të mëdha, për gjëra të cilat edhe nuk bën të flitë dhe nuk mund të flasim. Në fund jam ka ardhur keq që Azem Syla ka mbajtur këtë qendrim, është qendrimi i tij. A mos ndoshta është ndikuar, po themi politikisht nga njerëzit? Unë Azem Syla edhe ndikohet politikisht nga njerëzit, por Azem Syla ndoshta mban edhe ndonjë inat të vjetër. Në fakt e vërtetë është kjo, inati me babain tënd kam lexuar shumë shkrime të ndryshme të cilët individ caktuar kanë pas edhe komente edhe sidomos të luftës për të ngrit. Po tani unë nuk mendoj që Azem Syla është një personazh patjetër ka kontribuar për çështjen e qërimit të Kosovës, por pas luftës në fakt të gjithë këta janë po milioner. Duhet të ndajmë, Azem Syla është një nga themelueshët e ushtrisë të Kosovës. Pra, këtë nuk jam mohon dot askush për letitën gjithë. Por që edhe janë bërë milioner pas luftës, edhe këto nuk e mohon njeri. Është vetëm themeluesi i ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra që në mbledhjet e LPK-s gjithë ato mbledhjet e tjera që janë mbajtur në të gjitha, por është edhe një nga nxitësit kryesor të formimit të shtabit përgjithshëm në 10 qershor të 1998. Pra, në aspektin e UÇK-s është një figurë qendrore dhe një nxitës i madh në konsolidimin dhe në forcimin dhe në bërjen e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pastaj pas luftës është komplet një debat tjetër, një diçka tjetër, ato që thoni ju janë vërteta, por ama duhet ndar Azem Syla i luftës dhe Azem Syla i pas luftës. E vërtet është kjo, sepse shumë duhet ndarë në fakt. Kontributi e tij është patjetër i jashtëzakonshëm, por edhe pas luftës kontributi i tij në disa raste, sidomos tek pasurimi i pronave publike është një diskutim tjetër, të cilën nuk është çështje që do ta zgjidhim ne. Po si ndihesh tani që kur vetëm 3 vite më parë u arrestove për t'u ekstraduar në Hag me urdhër të gjykatës speciale të Kosovës, ku po zhvillohej një gjyq që vazhdon për drejtues të UÇK-s. Në atë kohë denoncove dëshmitarët e sajuar, duke mbrojtur po njerëz të luftës që janë sot në Hag. Dhe fatkeqësisht po njerëzit e Thaqit, të cilët Thaqit pak a shumë dhe mbrojtëm ato dëshmitë që dhe apo dëshmitë për me mbiemër Shala, si të ndihesh tani që njerëzit e Thaqit janë vënë kundër? Se ne dim marrëdhëniet e Azem Sylës me Thaqen, apo nuk ka mos një lloj problemi. Problemi është i tillë, ne edhe në luftë në Kosovë, edhe më mbrapa e kemi bërë për atë dheun, për Kosovën, për Shqipërinë. Nuk kemi bërë as për hatër të Hashimit, as për hatër të Azem Sylës, as për hatër të Flamurit, as për hatër të Dritanit. Pra, qëllimi është atë dheu. Qëllimi është ushtria shqiptare e Kosovës, dhe në momentin që atë dheu dhe ushtria shqiptare e Kosovës cënojnë padrejtisht, pavarësisht se kush e ka emrin aty, e ka emrin Hashimi, e ka emrin Kadri, e ka emrin Flamur, e ka emrin Azem, sido që ta ketë emrin, është cënuar simboli. Dhe për këtë arsye kemi bërë në emër simbol, do ta bëjmë sërish në emër simbol. Jo në emër të individëve, jo për individin. E bëjmë
për krenarinë e kombit. Pra ti nuk je pishman për atë denoncimin që ke bërë për dëshmitarët e sajuar. As pak fare. Edhe pse kjo të ka penalizuar që ti nuk udhton dot as drejt Kosovës, po as jashtë Shqipërisë. As pak fare. Po çfarë mendon sot ai? Si mendon këta drejtues të luftës që janë në Hag, si e vlerëson gjykatën, si e vlerëson procesin gjyqësor tyre? Unë kam thënë për fillimit gjykata ishte një anomali e krijuar, një anomali e cila nuk ekziston në asnjë shtet tjetër të botës. Ata që kanë krijuar, pra të huaj që propozuan janë bazuar deri diku mbi gjykatën e krijuar për Iran në Irland, pra për organizatën e IRA-s, pra organizatën ushtarake të Irlandës Veriut. Është një, po të shih një krimin asaj organizate, kur IRA u demontua, pra vendosi të dorëzonte armët dhe të kthehej në organizatë politike, u krijua një gjykatë pothuajse e njëjtë që gjykonte krimet e IRA-s. Në atë aspekt, mbi bazën e asaj është krijuar edhe jo, por shkeljet këtu janë edhe kur u krijuar gjykatë, ekziston një raport JGB-s e cila e konsideron më mbrapa pas 2 viteve atë gjykatë një shkelje të madhe të drejtave të njeriut. Dhe komplet ajo gjykata është më shmarrë dhe është aplikuar në Kosovë, pra kemi një shkelje akoma edhe më të madhe dhe shkeljet kanë vazhduar që në themelimin e kësaj gjykate, edhe në vazhdimsimin e punës saj dhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite shkeljet e kësaj gjykate. A për mua ka qenë një gjykatë cila nuk duhet bërë, ka qenë një gjykatë që duhet zhbërë, ka qenë turpi më i madh i Kosovës bërja e kësaj gjykate, pavarësisht se si do të vazhdoj, pasi emrin e ushtrisë shqiptare të Kosovës ajo e njollosi deri diku. Edhe në rast se këta 4 që janë këtu do të lirohen, sërish ajo ka dënuar persona aty, ajo ka njollosur emër. Dhe në rast se ndonjëri prej tyre që është këtu do të dënohet, atëherë do ta njollosi edhe më shumë, sepse ky që do njollosi luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, do njollosi krenarinë e shqiptarëve. Tani pasi të kalojmë pak te kjo pjesa, kjo është e vërtetë fakt që uroj që shumë shpejt edhe ata të dalin dhe të bashkohen për shkak se nuk janë akuza individuale, po janë akuza që i bëhet institucionit të UÇK-s. Dhe për mua edhe kjo është e pafalshme, edhe pse politika shqiptare dhe ajo e Kosovës nuk ka bërë asgjë thuajse që ta ul apo ta ndaloj këtë padrejtësi që po vazhdon të bëhet në emër të simbolit të UÇK-s. Por është e pafalshme edhe fakti se qeveria e Rama ka organizuar në Kosovë njerëz të merren me ty apo me babain tënd, të 2 pjesëmarrës në luftë, të 2 veteranë të luftës. Por Rama ku ishte në kohën e luftës, duke shitur piktura në Francë, e shumë tjerë që me sa diun kur u kthyet ju nga Kosova, domethënë pas luftës së bashku me babain, ju larguan edhe nga puna në Ministerinë e Mbrojtjes ku punonte edhe babai edhe ju vet. Ta korrigjojmë pak. Erdin Rama nuk ka qenë në Francë në kohën e luftës, ka qenë ministër i kulturës në qeverinë 99. Në qeverinë e Majkos, po në 99 në Tiranë. Dhe ishte personi që gjatë me sa diun në 2000 ka ardhur në ministri. Jo, në 99 ka qenë ministër kulturës, sepse do t'ju tregoj një ngjarje faktike. Kur u vendos të bëj operacioni Shigjeta. Pra u vendos vendimi i shtabit përgjithshëm, u njoftuan edhe amerikanët që do të vendosin kryerjen e operacionit Shigjeta dhe ata kërkuan që ditën që të vendosë që do nisë operacioni Shigjeta të bëhet në Kukës një paradë ushtarake për të rrequr vëmendjen e kësaj dhe në atë ditë nisë operacioni Shigjeta dhe u njoftuan presidenti i Republikës, kryeministri në atë kohë ishte Pandeli Majko dhe ministrat e tjerë që të merrnin pjesë në këtë ceremoni ushtarake dhe një tip marshimesh që ta organizonte. Po, për të stimuluar edhe njerëzit për të dhënë. Divizioni i Kukësit dhe divizioni i Tiranës që ndodheshin në atë kohë me forca në Kukës. Pra divizioni i Kukësit normalisht është i Kukësit dhe kishte forcat e saj të shtrirë në gjithë territorin e Asit dhe Tropojës, Kukësit, kurse divizioni i Tiranës ishte vendosur në Kukës deri në Morin. Ishte vendosur atje divizioni i Tiranës në mbështetje të forcave të divizionit të Kukësit. Dhe u vendos të bëhej kjo, atë ditë që u bë kjo, morën pjesë presidenti i Republikës, morën pjesë këshilltari i presidentit të Republikës për sigurinë që ishte zoti Sadu Brokaj. Mori pjesë ministri i Mbrojtjes, i cili ishte Luan Hajdaraga në atë kohë, ndërsa kryeministri i vendit Pandeli Majko nuk erdhi për arsye se atë ditë e mori dhe e ftoi për drek Pandeli Majkon në vilën qeveritare në Durrës ministri i kulturës Edvin Rama, i cili në atë kohë edhe deklaroi atë ditë që thoshte që këta luftojnë kot e kanë kot me Serbinë, se me Serbinë nuk mund bëhet luftë, nuk fitohet lufta. Dhe në të njëjtën ditë që ka ndodhur kjo, në të njëjtën që ndodhi kjo ceremoni e fillimit të operacionit Pashtriku, po në njëjtën ditë edhe Sali Berisha jepte një intervistë te gazeta The Sun e Anglisë, ku thoshte që UÇK-ja është thjesht banda grupe të armatosura që luftojnë me njëri tjetrin.
tu kemi një koordinim të mirëfillt. Pra në rast se kërkojnë agentët, erdhi kanë agentët. Në çastin më kritik të vendit, në çastin më kritik të fillimit të një operacioni, këta e sabotojnë atë. Ndërkohë që kryeministri duhet të ishte aty. I keni gjallë sot edhe Pandeli Majkun, edhe Dramën, të dy mund të flasin sot. Përse atë ditë Pandeli Majko si kryeministër nuk erdhi, edhe pse u mor ftesa të ceremonia e nisjes. Tani, po si është e vërteta që kur u kthyehet pas luftës në Shqipëri, juve dhe babajnë tuaj ju larguan edhe nga puna nga Ministria e Mbrojtjes? Unë nuk jam kthyer pas luftës në Shqipëri, jo se është e vërtet. Unë kam qëndruar në Kosovë, kam qëndruar në PMK, por më pas kam vazhduar në Ushtrinë Shqiptare të Preshevës në Medvegjës dhe Bujanovsit, pra kam vajtur atje në janar të 99 dhe kam luftuar atje një vit në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovs, pjesëtar i UÇPMB-s. Pa unë nuk kam vendosur të kthehem. Disa shokë të mi që kisha marrë në UÇK në luftë, ata kanë vendosur të kthehen, që ata ishin ushtarak si unë në Shqipëri. Në shtator të vitit 1999, kur ishim pjesëtar të MK-s, marrin vesh nëpërmjet media se ishim akuzuar për dezertim nga detyra komanduese, 4 oficerë të Shqipërisë që kishim qenë në UÇK. Më pas ka ardhur Azem Syla vetë dhe ka takuar Luan Hajdaragën, edhe me prezencën tonë, dhe Luan Hajdaragë e ka hequr atë akuzë për gjithë, dhe kemi takuar Luan Hajdaragën, dhe Luan Hajdaragë ka thënë nëse duan të kthehen, mund të kthehen. Ata 3 djemtë të tjerë u kthyen, vendosën të kthehen dhe u kthyen dhe u futën në Ushtrinë Shqiptare. Unë nuk vendosa të kthehem, vendosa të qëndroj atje, dhe pastaj që bashangjitem sepse me shokët e tjerë vendosa të vazhdonin luftën në Preshevë dhe vazhduan luftën në Preshevë. Pasi kam qenë një vit në Preshevë, mbas ardhi nga Presheva, pastaj jam arrestuar dhe jam akuzuar dhe dënuar me 1 vit e gjysmë në vitin 2001 si me akuzën dezertim nga detyra komanduese. Pra ajo akuzë që u bën fillim në shtator dhe në 99 u dhe më bën në janar të 2001. Pra, domethënë ndërhyrja Azem Syla për të heq, po themi, akuzat e dezertimit dhe sot del të thotë që nuk kanë qenë. Azem Syla dhe Sabit Broker. Pra erdhi Azem Syla, ishte ministri i mbrojtjes së qeverisë përkohshme apo, erdhi vetë Azem Syla në Tiranë dhe së bashku me Sabit Brokën edhe me neve vetë prezent, ka qenë edhe babain Dilaveri, dhe shkuam te Luan Hajdaragë na prit në zyrë, dhe Luan Hajdaragë më njëherë me qetësinë më të lehtë, jo më tha që s'ka se ekziston, nuk bëhet ajo, tha, dhe po do duan të kthehen, tha që nesër të kthehen, biles dha urdhër dhe kushdo kthehet, ata 3 do u kthyen, vendosin të ktheheshin, unë nuk vendosa të kthehesha dhe u kthyen më njëherë në punë, në detyrat që kishim pasur, pra në përnërën e parë. Në një vit më mbrapa të ngritën akuzë për dezertim, pse kishte qenë pjesë e UÇK-s dhe UÇMPB-s? Prandaj e them që më vjen keq për Azem Sylën, sepse është ai që erdhi vetë, pra tash i thot gjëra që prandaj më vjen keq për Azem Sylën që ka përfunduar kështu. Tani për statusin e veteranit të UÇK-s dhe UÇMPB-s e ke, besoj. Po, kam vërtetim të UÇMPB-s, po UÇMPB-ja nuk është se ka kalkuar diçka, por të UÇK-s po, patjetër e kam. Ke edhe statusin se po, statusin e veteranit të UÇK-s. Po kishte pas edhe një reagim të këtij Gucatit, më sa e pash. Gucati është njeriu i Azem Sylës aty pra ku. Pra ata flasin sepse du t'i bëjnë der dikujt në Tiranë i bie. Absolutisht po. Ashtu siç organizuan edhe atë shpone. Mjafton të kuptoni momentin që organizua ajo protesta e madhe për UÇK-n në Tiranë. E vërtetë është. Për t'i bërë ndër Taulan Ballës dhe Edi Ramës, për t'i treguar si patriot të mëdhej, pra vendosën UÇK-n në shërbim politik. Unë kam rezervat e mia në fakt për organizatën e veteranëve të luftës, por është një diskutim tjetër në fakt që kur nuk reaguan edhe për Tahir Sinanin, unë nuk e di se çfarë presin që do të bëjnë reagim. Kjo është e pafalshme mendoj unë. Kjo fushat denigrimi do të vazhdojë ndaj teje, por e di që do ta kalosh edhe këtë sfidë sepse ja ke dalë të gjitha sfidave të tjera që ke pas më përpara. Por çfarë ndodhi 3 ditë më parë dhe pse u thirrën nga policia? Po, policia ka hapur një hetim, ka marrë një video, pasazh të një video në cilën unë kam marrë pjesë në një emision. Emisioni ka qenë para 4-5 muajsh tek Vision Plusi, debat politik. Pra, mbi çështjet brendshme, ishte kryesisht debati politik.
Dhe në atë debat politik u fol gjë për çështjen e rotacionit politik, dikush thoshte që nuk ka rotacion politik, nuk bëhet, po rotacioni politik mund të bëhet në Republikën e Shqipërisë, po të bësh rotacion politik në Shqipëri duhet një avnë Rustem për të një rotacion politik në Shqipëri. Por kjo thash është diçka, pra, në rast se ti e bën një vepër të tillë, thjesht me mendimin për të vrarë dikë, ajo është thjesht një vepër penale, vrasje nuk ka asgjë. Dhe një rotacion politik kërkon që një vepër e tillë kërkon një mbështetje politike, nuk bësh një vepër e tillë pa një mbështetje politike. Dhe çdo lloj lideri, çdo lloj udhëheqësi, çdo lloj politikani që shet atë dheun, që e ka shitur atë dheun dhe që e shet atë dheun, meriton plumbin. Kjo është e qartë. Në këtë aspekt, kushdo qoftë ai politikan, pra, qofsha unë, qofshi juve, qofshi kushdo tjetër, në moment që e shet atë dheun, kjo nuk ka diskutim. Po pse mendon që u kujtuan bash tani policia? A është edhe kjo një pjesë e shantazhit, sepse të jemi sinqert, edhe unë mendoj si ty që kush shet atë dheun veç dënimit që meriton edhe plumbin. Edhe unë kësaj qëndroj, që ai që e tradhton atë dheun dhe kombin e meriton edhe plumbin në fakt. Po pse u kujtuan pikërisht tani? A është edhe kjo pjesë e një shantazhi tani? Absolutisht, erdhi pasi këtë e kishte publikuar një 2 portale, pastaj e kishte marrë edhe Taulan Balla dhe e kishte hedhur në ato rrjetet e veta sociale. Nuk e di të cila, sepse nga që unë nuk kam rrjete sociale, nuk e kam idenë si funksionojnë. Dhe pas publikimit të Taulan Ballës, disa orë, 2 ose 3 orë pas atij publikimi, 4 orë, erdhi edhe thirrja nga policia, pra, për të paraqitur për të dhënë një shpjegim rreth kësaj çështje, pra kaq ishte thjesht një shpjegim rreth kësaj. Nuk ishte ndonjë diçka, ishte një bisedë me shtret të policisë në mënyrë kordiale, po thjesht një bisedë. Unë mendoj që edhe kjo është pjesë e këtij presioni publik që po bëhet dhe shantazhit. Dhe uroj që mos të sajojnë në ndonjë gjë tjetër, sepse nuk është hera e parë që sajojnë gjëra dhe ja faturojnë njerëzve. Gjitha kjo që po ndodh, do të them diçka, gjitha kjo që po ndodh është në shkelje të Konventit të Drejtave të Njerëzit, Konventi i Drejtave të Njerëzit, e cila është ratifikuar nga Republika e Shqipërisë dhe kur Qeveria e Shqipërisë e njeh, pra sepse konventet në të cilat Shqipëria aderon njihen si ligje në Republikën e Shqipërisë, që janë të barabarta me edhe në pjesë edhe te Kushtetuta e Shqipërisë. Nuk e mbaj mend se cila pikë, po ajo për të takon qartësisht që linçimi i një qytetari nga ana e kryeministrit dhe e qeverisë ka disa akuza dhe një nga ato është abuzimi me detyrën dhe me postin. Pra këta njerëz realisht janë duke kryer vepër penale të abuzimit me detyrën dhe me postin. Dhe kur njeriu e merr këtë parasysh dhe bën atëherë do të thonë që këta më i ka zënë paniku i protestave, i ka zënë paniku se duhet të lëshojnë qeverinë, duhet të lëshojnë karriget, duhet të lëshojnë koptuqet, duhet të lëshojnë të mirat materiale që pasojnë me to, dhe çdo gjë tjetër të palishme që kanë mundur të marrin dhe vazhdojnë të marrin për shkak të detyrës. Tani do t'i mbështesësh, vazhdojsh do t'i mbështesësh protestat, çfarë rrugë do ndiqni? Absolutisht, për çdo ditë, edhe fizikisht, edhe mendërisht, edhe shpirtërisht. Pra për çfarë do lloj nevoje që do kenë protestuesit, çfarë do lloj nevoje që ka grupi koordinator, do kemi aty në mbështetjet e tyre pa hezitim. Është vetëm një rrugë për të bërë një Shqipëri të lirë, me protesta paqësore. Tani, faleminderit. Sa ku ato janë paqësore? Po t'i mbështes për sa ku ato janë paqësore dhe i qëndrojnë kërkesave që kanë bërë. Tani, faleminderit dhe shumë suksese. Këto sprov, dash Zoti, ja kalon siç e ke kaluar të gjithë të tjera. Faleminderit për kohën. Dhe vazhdo rri qëndro stoik dhe me identitet siç ke qenë dhe siç të njoh. Rraf, edhe ju vazhdo të mirë. Miq, këtu erdhi fundi edhe këtij episodi. Falenderoj Dritan Goxhaj për kohën dhe uroj që ta kaloj sa më shpejt këtë furtunë propagandistike të qeverisë së Edi Ramës që kontrollon çdo gjë në Shqipëri. Faleminderit edhe për mbështetjen që keni bërë subscribe kanalit dhe ju të tjerët që nuk e keni bërë, mos harroni bëjeni që të shikoni të parët apo të bëni follow në rrjetet sociale. Ndërkohë episodet mund t'i ndiqni edhe në Spotify, Apple Store, në të gjitha opsionet online në të njëjtin emër Mashqip me Flamur Vezaj. Si dhe mos harroni lexoni mashqip.com për lajmet e fundit nga Shqipëria, Kosova, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe diaspora. Deri në episodin e radhës, mirëmbëjtje e faleminderit.